Përshëndetje gjithëve, mbledhjen e deklarojmë të hapur. Shoqata Renale e Futbollit Lezhë 6 viti që lan pas është përpjekur për të përmbushur të gjitha objektivat që ne kishim vendosur, si në rritjen e ekipeve ashtu dhe në rritjen e numrit të lojtarëve. Numri i ekipeve që futbollistët kanë ardhur gjithmonë në rritje nga njëri vit në tjetrin me rreth 55 deri në 80%, këtë e tregon më së miri dinamika atyre gjithmonë në rritje, ku sot kemi në qarkun tonë 78 ekipe amator dhe rreth 1500 lojtarë. Projekti Playmaker u zhvillua sezonin e kaluar në shkollën Gjergj Kastrioti të qytetit dhe pati një ecuri të kënaqshme dhe të mirëpritur. Projekti Uniforma ime dhe topi im vazhdojnë të japin një impakt shumë pozitiv në vetë lojtarët, por edhe në prindërit e mbështetësit e tyre, për më shumë seriozitet e dinamik në servitjet dhe kompeticionet e përjavshme. Ku me këtë sezon në bashkëpunim me FSHF janë shpërndar rreth 1120 sete uniformash dhe topa për të gjithë lojtarët. Qëllimi ynë i vazhdueshëm është rritja e numrit të fëmijëve që marrin me futboll, femra dhe meshkuj.